Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Falënderimet dhe lavdrimet tona gjithmonë qoshin për Allahun xhalla shanuhu, përshëndetjet tona më të mira për herë me salat dhe selamet qoshin mbi pejgamberin ton Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Paqja dhe mëshira e Allahut xhalla shanuhu qoshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij të ndershëm dhe mbi mbar ata që ndjekin rrugën e tij gjën në ditën e gjykimit. Të nderuar të shikues, vëllezër dhe motra, kudo që jeni dhe na shikoni nëpërmjet ekranit të webesës, pranoni përshëndetjet dhe selamet më sinqerta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Duke lutur Allahun xhalla shanuhu për pranim të duave, lutjeve tona, pranim të ibadeteve dhe adhurimeve që i bëjmë në përgjithësi, e në veçanti gjatë kësaj dite xumae që sot jemi munduar t'i bëjmë. Të nderuar vëllezër dhe motra, neve në jetën tonë në shumë të raste me veprimet tona të cilat i bëjmë shpesh herë mendojmë se ato veprimet të cilat i kemi bërë, veprimet e jetës sonë apo ibadetet e adhurimet tjera të cilat i bëjmë, qofshin ato obligative apo të tjera fakultative, mendojmë se ai kemi kryer ashtu siç duhet, ashtu siç ka kërkuar Allahu xhalla shanuhu, dhe a kemi bën ndonjë gabim me dije pra sa i përket çështjeve të imanit dhe besimit. Prandaj për bisedura për temën tonë të sonshme, ndjeshmëria e imanit, e besimit, e kemi të ftuar në studion tonë pra magjistër Kujtim Efendi Bislimaj, imam në xhamin Osmani radiallahu anhu në prezant. Kujtim Efendi mirë s'keni ardhur. Kujtim Efendi unë sa dhe pak u mundova ta bëj një hyrje se përket temën sonë për ju, patjetër që do të na sqaronin më tepër se përket ndjeshmërisë së besimit, sepse në shumë të raste neve si njerëz në krahas njerëzve të tjerë me gjeste të cilat ndoshta i bëjnë pahishme drejt nesh apo me disa veprime, neve e ndjejmë vetveten si të lënduar nga ato fjalët apo veprimet e tjetrit. Lërmë kur bëjmë fjalë për imanin, nëse ne bëjmë veprime të pahishme se përket imanit, besimit ton, atë padyshim që mund edhe ta lëndojmë, mund edhe ta prekim imanin, besimin ton aty ku nuk duhet. Pra për këto dhe gjëra tjera sigurisht që do të na flitni. Për fillim çka mund të na thoni për këtë temë cilën e kemi zgjedhur sonte që të flasim para gjithë të shikuesve tanë? Atëherë që në fillim a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Si gjithherë, gjitha falendrimet, gjitha madhërimet, gjitha adhurimet, ibadetet ja shprehim vetëm Allahun xhalla shanuhu, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Gjithnjë në çdo moment dhe në çdo situatë, gjitha punët e hajrit dhe të mira i drejtojmë tek i madhi Allah xhalla shanuhu, me bindje të plot, me sinqeritet dhe devotshmëri, se ato punë dhe ato aktivitete që janë të hajrit, që ja shohim hajrin dhe mirësinë jo vetëm ne si individ, po dhe gjithë shoqëria, jemi të bindur tek i madhi Allah xhalla shanuhu, që i drejtojmë tek ai se ai jo vetëm që do të na i pranoj dhe do të jenë të pranuar tek ai, po të njëjtën kohë edhe do të na shpërblej me shumë fishin e veprimeve të mira apo me shumë fishin e sevapeve që ka përgatitur Allahu xhalla shanuhu për neve, si në këtë botë ashtu dhe në botën tjetër. Prandaj me merit që meriton të adhurohet është vetëm Allahu xhalla shanuhu. Gjithashtu salavatet, selamet, përshëndetje, dërgojmë edhe për zotriun tonë Muhammedin alayhi salatu wassalam, për njeriu e bekuar të Allahut xhalla shanuhu, për njeriu i cili bëri shumë çka, jo vetëm për veten e tij, jo për luksin e kësaj bote, jo për të arritur ndonjë pushtet, autoritet apo pasuri apo diçka tillë të kësaj jete, por vetëm e vetëm që i mbeti i tij të jetë në rrugën e Allahut xhalla shanuhu. Prandaj me merit i meriton salavatet dhe me merit dërgojmë salavate në adresë të tij, që paqja dhe bekimi i Allahut xhalla shanuhu qoftë mbi ta. Po gjithashtu edhe për familjen e tij të ndershme, që i njëjtën besnik fjalëve të Allahut, i njëjtën besnik fjalëve të Resulullah sallallahu alaihi wasallam, po gjithashtu edhe sahabive të tij, shokëve të tij, edhe mbari mbetet Muhammed alayhi salatu wassalam, që ndjekin këtë rrugë të Allahut, që ndjekin porositë e profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të gjithë ata. Si që cekët edhe ju do të mundohemi që në këto minuta të bashkë bisedojmë së bashku dhe të sjellim parashikuesve të televizionit Besa disa momente të ndjeshmërisë ndaj imanit apo ndaj besimit.
është shumë e vërtetë se besimin e ndjejmë edhe jemi në besim, në iman, atëherë kur e kuptojmë realisht fjalën e Allahut dhe fjalën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Si shembull dietarët e marrin ndjeshmëria e besimtarëve të sinqert dhe ndjeshmëria atyre besimtarëve të cilët janë besimtar apo janë musliman, mirë për në fakt nuk e ndjejnë ëmbëlsinë e imanit, nuk e ndjejnë ëmbëlsinë e besimit ndaj Allahut dhe ndaj porosive të profetit alayhis salatu wassalam. Dietarët e bëjnë krahasimin se ndjeshmëria ndaj besimit, ndaj imanit është një lloj shkallëzimi. Disa ndjejnë imanin më tepër, disa ndjejnë imanin më pak. Disa ndjejnë imanin edhe besimin edhe frikën ndaj Allahut xhaleshan edhe në momente shumë të vogla, edhe në momente që ndoshta nuk shihen për synin e njeriut, por disa i tejkalojnë këto momente dhe nuk e ndijnë fare ata. Bile dietarët thënë, kjo është sikur e bën krahasimin, sikur peshorja e atij argjentarit me kandarin e drovarit. Peshorja e argjentarit e peshon edhe atë imësin më të vogël që shkon apo që mbatet në argjentari, pa më parasysh është argjent apo është sen. Do të florije, po ta qëllimin ari. Kjo është ajo të cilën Allahu xhaleshanu të besimtarët e sinqert dëshiron që ne besimin ta ndijmë me atë peshorën e argjentarit. Do të thotë edhe çdo cikrim apo çdo gramazh të vogël ta ndjejmë. Edhe atë gjën më të voglën, të cilën neve ndoshta na duket për shikim të parë, na duket në sy se nuk është asgjë, qoftë prej fjalëve, qoftë prej veprave, qoftë prej punëve të ndryshme të cilët neve si njerëz mund t'i bëjmë në këtë botë, sigurisht që janë ndihshme dhe do ta kenë peshorën dhe do ta kenë matjen në botën tjetër. Pastaj në vazhdimsi do të shohim edhe vetë se cilët janë ata, dhe më thonë që Allahu xhaleshanuhu i parashef nëpërmes ajeteve kuranore dhe haditheve të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Këtë me fillim, në vërtetë ndjeshmëria e imanit besimit është një gjë që Allahu xhaleshanuhu e bën atë ta ndjejnë ata besimtarët e sinqertë vërtet siç përmendet thotë. Dhe në shumë të rasteve pra ata i ndjejnë edhe ato më imsirat ku vështirë mund dallohet pra një që nuk është besimtar. Po çka mund të na bani një farë dallimi apo një farë lidhje ndërmjet fetvas, pra fetvaja është një përgjigje, një deklaratë që jep një dietar eminent i kohës apo edhe dietar që kanë qenë përpara, japin përgjigje për çështje të caktuara në fenë islame, por pasi që të plotësojnë kushtet, çfarë lidhje ka ndërmjet fetvas dhe takvallokut apo devotshmërisë? Sigurisht që edhe fetfaja edhe takvaja duhet të jenë të gërshetuar me njëra me tjetrën. Edhe duhet të jenë të lidhur patjetër njëra me tjetrën. Sepse ju e dini ajetin kuranor që thotë Zoti xhaleshan, lime tekulune ma la tefalun. Mos e thoni atë që nuk e veproni, atë që nuk e bëni, atë që nuk e punoni, sepse te Allahu është shumë e urrëtur me e thonë diçka dhe me vepru diçka tjetër. Në një rast tregohet Imam Ebu Hanifja thotë ka qenë një mjollë e vogël në trupin e tij, në rrobat e tij. Edhe fillon më mundu me e pastru, me hek prej rrobave të tij. Shokët e tij i thënë, ja shejh, ja imam i madh, thotë, po kjo mjollë, cilën e kiti në trup, ti fetvan që e ke dhënë, nuk të pengon fare, edhe nuk ta ndalën për të falë namaz apo për të bënë në ibadet pa marrë parasysh qoftë namaz tregullt apo namaz nafile. Thotë ajo është fetva, ndërsa kjo është takva. Kjo është shenjë e takvallokut, që ka deshur edhe një njollë më vogël, mos me qenë trupin e tij, që nesër në ditë gjykimit me qenë pengesë për t'ju pranuar namaz, për t'ju pranuar ibadet në mënyrë të përgjithshme apo e kam qëllimin në mënyrë të 100%. Prandaj te kjo jep me kuptu se ky e ka atë ndjenjen e besimit ndaj Allahut xhaleshanu. E ka atë ndjenjen që edhe çështja më e vogël apo gjëja më e vogël mos më ekziston në trupin e tij. Qoftë për një njollë e cila nuk pengon për të falë namaz. Edhe të ana tjetër, sepse ky i ka kuptu ajetet e Allahut, edhe i ka kuptu shprehjet që Zoti xhaleshanu flet edhe me ashpërsi, po edhe flet me butësi, sepse ka ajete kuranore
si themi ajetul kuranor, Allahu xhalla shanu është shumë mëshirues i madh, Ghafurun Rahim, po Allahu xhalla shanu është edhe Shadidul Iqab. Do të thotë Zoti xhalla shanu për ata që mundohen, për ata që ruhen prej gjunave, prej punëve të liga, Allahu xhalla shanu është Ghafur Rahim. Për ata të cilët nuk kanë kujdes, wa Shadidul Iqab, edhe është ndëshkues i rreth. Prandaj Imam Ebu Hanifa, siç e njohim na si imam i madh, si imam edhe i medhhebit, prijatar dhe prisi i medhhebit Hanefi, sigurisht ky është dashje me qenë i pastër te Allahu xhalla shanu, qoftë edhe me një njollë të vetme, e cila nuk ka pengu për ta bënë ibadet apo për ta falë namaz pa marrë parasysh cilën e ka pas. Me vërtet është rasti i veçantë dhe rast ndoshta që duhet marrin mësim njerëzit prej këtij rasti të Ebu Hanifës, një njollë e vogël. Mirë, njerëzit gjatë jetës së tyre, me punën dhe veprat që e bëjnë, qofshin ato të mëdha apo të vogla. Çka mendoni, çka mund ta thoni në ditën e gjykimit, a vlerësohen njerëzit për këto vepra, nuk po themi për të mëdha, por për të voglat, a do të vlerësohen, a do të ndeshkohen për ato, apo do të lehen në harres dhe sikurse mos ketë bërë asgjë. Sigurisht unë thash që në fillim se ju referova, Allahu xhalla shanuhu nuk e kalon asnjë gjë pa cek dhe pa na sqaruar dhe pa na qartësuar kësaj bote, gjithçka që i takon. Sepse po mos ti sqaron te Zoti xhalla shanuhu dhe profeti Muhammed alayhis salam, atëherë kishte më qenë mongo jeta jon, kishte më qenë noksan pjesa e jetës tonë, domethënë na kishim me i vlerësu vetëm ata gjëra të cilët i shef njeriu, vetëm ata gjëra të cilët njeriu i vepron dhe janë dukshme, janë për sy dhe për mendjet e njerëzve, mirë po gjonat e vogla të cilët ndoshta nganjëherë i bëjmë mirë, po nuk i shtim në për tefteret tona, apo nuk i shtim në për lapset tona, apo në fletoret tona. Allahu xhalla shanuhu në surën El-Zelzele, ajeti 7 thotë: "Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara." Allahu xhalla shanuhu qartëson, edhe ja hub dilemën gjithë secilit. Ai që mendon se gjonat e imta që bëhen këtë botë nuk kanë më vlerësu dhe nuk kanë më dok apo nuk kanë më na dalë përpara nesër në ditë gjykimit. E Zoti xhalla shanuhu do thotë, edhe ai që e bën një sa grimca, sa thërmia në të mirë, në ditë gjykimit ka i me i dalë përpara. Edhe kam ju shfaq përpara si person fizik dhe kam e dalë që kjo e mirë, kam e dalë si mbrojtje për ta. Po gjithashtu, po thot, edhe ai që e bën një të keqe, sa thërmia, Allahu xhalla shanuhu ka më nxjerr përpara me thon, o filan ti në këtë ditë, në këtë moment, në këtë kohë, në këtë ditë dhe në këtë muaj e ke bën këtë keqe. Dhe thot, do t'i del përpara dyhat, edhe mira edhe e keqja. Prandaj ndjeshmëria ndaj besimit. Besimtari i sinqert, besimtari i devotshëm, ai që është i lidhur me Allahun, i lidhur me traditën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, sigurisht që është i ndjeshëm ndaj momente shumë vogla të cilët ndoshta syni njeriu nganjëherë nuk i kap. Edhe ndodhet shpesh për shembull në jetën tonë përditshme ta zon. Ja ke modi kujt mirë dhe ai ka harru, sepse nuk u kanë shumë e madhe. Ndoshta për çësat e mira tone, ai ka përfituar shumë. O kanë shumë e vogël. Mirë po, çka do të bëhet mas disa viteve del thot, valla ma ke pas kry me një farë kohë, me një farë zamani, një farë të mire, që nuk ta harroj kur. Ti e ke harru ato. Mirë po ja që ai personi nuk ta harru, kjo është e mirë. Po jo që veç ai se ka harru, po se ka harru as Allahu xhalla shanuhu, sepse ai është shkruajt që i kemi me lesh në trupin tonë, në krahun djathtë dhe të majt, cilën për çdo gjë shkruajnë. Prandaj kur jemi te kjo, cekim edhe hadithet e profetit Muhammed alayhis salam. Edhe pse dokën ndoshta gjëra shumë të vogla. Tash do ta shohim çka ka thënë profeti Muhammed alayhis salam ditë gjykimit. Thotë në ditë gjykimit, thotë një person duke kalu thotë ky xhenet li, po thotë po kalon për rreth xhenemlive. Edhe ai xhenemliu thotë po i drejtohet këtij xhenetlise, po thotë o filan, a din kur të kom dhon ujë me pi? Ta kom dhon një gotë ujë. Thotë a ka mundësi me ndërmjetësu te Allahu xhalla shanuhu? Sepse ta kom bën të mirë. Njerëzve e shihni që nganjëherë nuk i çon përshtyt pse pe jap një gotë ujë, sepse një kalimtarit apo një udhëtarit i ndihmon me diçka. Kur gjën s'ka bën. Mirë po shihni që në ditë gjykimit ai po thotë ta kom bën të mirë. Po teknin popullor zakonisht kur ti për ujë se kur të ndihmon thotë ndihmoj se sa vapje të va. Po. Elhamdullah, kjo është dia, domethënë që ka me tradicionalisht.
është përcjell me ndihmë udhëtarët, por kjo nuk është vetëm me traditë, kjo është sepse të parët tonë kanë qenë besimtarë të mirë dhe e kanë përcjell gjenerat pas gjenerate këto çështje të cilat kanë ardhur për Muhamedit alayhis salatu wassalam. Herën e dytë, thot një xhenetli po kalon ka xhenën mbyt, edhe ka më thon, "O ti filan, a din kur të kam dhënë ujë për me marr abdest? A ka mundësi me ndërmjetësu të Allahu që me maletu mu këtë dhimbë, me mhek për zjarrit xhenemit?" Shiqo, do më thonë, po do ndërmjetësuje. Momentën e tretë që po cek pejgamberi alayhis salatu wassalam, thot ky xhenetlia po kalon rreth xhenemlive. Edhe po i thot, "O filan, a dish ku më dërgove ti me ta kry një punë dhe unë ta kreva? Unë ta përfundova atë punë një ëndë cilën ti ishe i knoqën. A ka mundësi me ndërmjetësu të Allahu xhallal shanu?" Dhe po i themi asaj, cilën thash sigurisht që te Allahu xhallal shanu kanë me ndërmjetësu dhe kam ju leju ndërmjetësimi sigurisht me dëshirën e Allahut, sepse pa dëshirën e tij nuk ka mundësi asgjë më bon. Prandaj ai ka me lyp çat mundësi. E tash Allahu xhallal shanu a pranon, a nuk e pranon? Ata janë çështjet e Allahut, sepse na nuk e dim se çka do të bëhet e ardhme, apo nuk e dim se si do të sillen apo situata se si është atje. Edhe sigurisht edhe një ndodhi të Ibn Mesudit të Tacik radiallahu anhu, një prej hadithologëve të mirë, transmetuesve të hadithit, thotë ndjenja e besimtarit, atij që është i devotshëm dhe që ka ndjeshmëri ndaj besimit në Allahun, ndaj traditës së Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Është njëjtë sikur një beson me në një mal apo në një lis, ku është nën stop është i rrezikuar për atij mali, apo për atij lisi, apo për asoj pemë të madhe e cila në çdo moment ka mundësi me era. Thotë kështu është ndjenja e besimtarit sinqert, e besimtarit devotshëm. Gjithmonë e ka frikën se mos po gabojnë në sen. Mos po bëjnë ai gjuna që po i hak dikuj. Mos po bëjnë ai gjuna që do të jap llogari nesër te Allahu xhallal shanu. E ndjenja thot e atij besimtari që është i shkujdesur, është një këtë sikur një mizë me i kalu pranë fytyrës tij. A është e rrezikshme me të kalu në mizë? Jo. Kështu thot është gjendja. Domthon krahasueshmëria bën sepse ne si besimtar që mëtojmë me qenë besimtarë devotshëm dhe shpresojmë te Allahu të jemi devotshëm, sigurisht kjo është ndjenja e besimtarit devotshëm me urujt që gjithmonë ka me të radhë diçka përmbi. Sigur puna që e tregon Ibn Mesudi radiallahu anhu. Prandaj besimtarët e sinqert do ta kanë ndjenën gjithmonë, do ta kenë besimin gjithmonë, do ta kanë atë meritën sikur që tregohet te Imam Neveviu, edhe në shembull do ta cekim andaj do të kalojmë inshallah në pika tjera edhe në çështje tjera. Imam Neveviu thotë pse nuk kanë ngrënë pejgamberi alayhis salam bostan apo shalçin? Ky nuk ka hënë asnjëherë në jetë vet. Po nuk e kanë ndalu pejgamberi, kanë thonë shokët e tij. Po se kanë ndalu, po çe un po duam me çu traditën e pejgamberit në vend. Dhe po duam me qenë ai që me përpikëri me i quhe fjalët e profetit Muhammed alayhis salatu wassalam. Edhe një gjë që nuk e kanë ndalu Allah, po prej frikës se mos po hinxhina, domethënë mos me shkuën ato anëna. Ka shumë sene të cilat Allahu xhallal shanu i ka po të lejuar, mirë po ja që ku është ai dyshimi, ai sheki, domethënë njerëzit më mirë është me urujt. Sepse dyshimi nga një herë mund ta çon njëri në haram. Prandaj disa shembull të Resulullahit dhe këtyne njerëzve të mëdhenj të cilët me të vërtetë i kanë lënë shumë fesë, i kanë lënë shumë dinit islam, na jep me kuptues se ndjenja e asoj besimit, ndjenja e ndjeshmërisë ndaj Allahut edhe ndaj imanit, ndaj besimit duhet me qenë gjithmonë e madhe dhe gjithmonë vigjilente dhe gjithmonë jo me bën asgjë. Për shembull marrë edhe një shembull kështu tjetës tonë përditshme. Ki njerëzit pse nuk falet, ki plot që nuk agjerojnë, ki plot që nuk bëjnë punë të mira. Jo që nuk është me i thonë që si e besimtar ai koxha të lashtit në nxjerr. Mirë po që nuk e ka ndjenën e imanit të fortë. Edhe nuk e ka ndjenën e devotshmërisë të nxitnë tek ai. Por e lën punët, hajtë se thot populli i bën në asgjë. Ajtë se kam kohë kur të plakme, kam kohë mas 60 viteve, unë i bëj kështu, unë i bëj ashtu, mirë po kur vjen puna e pleqërisë, mandej vjen puna dhe e dobësisë që ka thonë pejgamberi alayhis salam, do t'ju japim Allahu që e cek, do t'ju japim rini e fuqi e pastaj pleqëri e dobësi, e sigurisht se kur vjen ajo dobësia, mandej nuk mundesh asgjë me bë, mandej pendohesh, mirë po ja që Allahu na ka mësuar që veç një jetë ta kemi, jo dy. Një jetë edhe të vazhdoje.
ai që bën të mira do t'i gjajnë se që ceka ajetin kuranor, po ai që bën të këqija runa Zot, prap edhe atij do t'i dalin përpara. Mëse vërtet ajeti kuranor që ne përmendet pra në fillim të kësaj pike, kur njerëzit në ditën e gjykimit është fjala se cili ka me pas nevojë për diçka. Në veçanti njerëzit do të kenë nevojë për sevapet e cilat i kanë bën dynja që ato të dalin në ndihmë. Sigurisht. Apo të jenë për ta ndërmjetësuese siç ishte ai rasti që përmendet pra kur ai xhenetlia kalonte pranë atyre secili mundoi tregonte për të mirat e tij, ashtu që xhenetlia të ndërmjetësoj apo njeriu i mirë të ndërmjetësoj tek Zoti për ta të shpëtoj. Dhe këtë ndoshta një këshill shumë e mirë për gjithë televizionistë tanë se në shumë të raste neve edhe gjunat e vogla të cilat i bëjmë si asgjë, sikur të mos ishte fare. Por edhe gjunat e mëdha, edhe gjunat e vogla mund shpihen pra në xhenem Zoti na ruaj. Janë raste shumëta ku tregohet se njerëz për shkak të një sevapi që kishin bërë me një kafsh, me një çan duke dhënë ujë, Zoti ja u bën shkak si ndërmjetësim pra që ata ta meten xhenetin. Në anën tjetër, një grua për shkak të mbylljes që ishte bën macës së saj, Zoti ja bën pra që ta ndëshkoj me xhenem për shkak pikërisht ndëshkimit që ai kishte bën. Kjo është ajo çështja e besimit imanit që njerëzit i shtyn të bëjnë mirë, në anën tjetër ata që besojnë, qoftë edhe vogël, feme ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Mirë. Po, në anën tjetër, edhe ata që bëjnë sherr, edhe ata që bëjnë keq, ta meritojnë atë sherrin e tyre në ditën e gjykimit, qoftë edhe vogël me një ndëshkim, Allahu xhallahu shanuhu për shkak të një sjellje të keqe që kishte gruaja pra me një macë, feme ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Këtë është në shumë të rasteve neve në popullat u themi disa njerëz se janë njerëz të mirë, i dim për shkak të namazeve që bëjnë, i dim për shkak të lutjeve që bëjnë, i dim për shkak të sjelljeve që bëjnë, nuk bëjnë zullum njerëzve, nuk i bëjnë dëm njerëzve dhe mundohen të jenë afërt me të gjithë njerëzit, por mbi gjitha ato obligimet e Zotit i kryjnë. Por për fat keq ka raste kur ta njerëz të mirë që neve i dim mesin popullatës son, sprovohen me raste të ndryshme. Sprovohen me fukarallëk, sprovohen me vdekje të anëtarëve të familjes, sprovohen me ndonjë sëmundje në trupin e tyre apo me gjëra të tjera që do të ishte vështirë për ta të përballojnë. Ai sprovon Allahu xhallahu shanu edhe këta njerëz të mirë dhe çfarë do të ishte ai imani, besimi i atij njeriu aq të mirë pra kundrejt kësaj sprove apo ibtilaje që Allah e sprovon. Po sigurisht që te ndjenja e besimit lidhet se njerëzit janë bindur te Allahu xhallahu shanu. Ai që ka ndjenën më të madhe të besimit, edhe është i lidhur me krijuesin fuqiplot Allahun xhallahu shanu. Dhe kur jemi te sprova që i bën Allahu xhallahu shanu, nuk është e thonë se ata që i sprovon, sepse nga njëherë për fat keq e keq interpretojnë këtë fjalë, njerëzit edhe thënë Allahu që ata që i sprovon nuk e don, apo nuk e ka në rahmetin e tij, nuk e ka në mëshirën e tij. Mi u kthy pak historisë më të largë, jo vetëm të kohës së Muhamedit a.s. Por unë kam zgjedh vetëm 2 shembuj për këtë kohë sa kemi të limituar. E kam zgjedh vetëm kohën e Hazreti Jakubit a.s. Ju dini se Hazreti Jakubi a.s. ma për shefi, ma dashur e kishte Hazreti Jusufin. Do të thonë djalin e tij. Edhe i tregoi shkaqet, i tregoi arsyes duke thonë Hazreti Jusufit se mos rrej me vllazërit e tu, se kanë mundësi me të më keqe. E kishte pa një ndjenjë dashurisë më të madhe se te djemt tjerë, te vllaznia Hazreti Jusufit. Prandaj pikërisht bash në çet dashni më të madhe, në çet person më të dashur për Hazreti Jakubin a.s. do të sprovohet te Allahu, prej Allahu xhallahu shanu. Dhe do të nxjerret Hazreti Jusufi, do të largohet, për një kohë nuk do të shihen. Tash i kthemi asaj, po me pas qenë i lohatshëm Hazreti Jakubi, mos me pas atë ndjenën e imanit, mos me pas atë ndjenën e besimit, mos me pas qenë i ndihshëm ndaj imanit, ndaj besimit, ndaj Allahut xhallahu shanu, ata i kishte më thonë, jo po Allah më ka zgjedhur mos si pejgamber, po s'po du me qenë mu pejgamber. Do të thonë, mirë, për çka boni? Qëndroi i fort në ato dhe çka tha Allahu xhallahu shanu cek në pjesë të ajetit ku thot ajo që më takon mua është vetëm një durim i mirë, i bukur.
Do të thonë, kur gjatë tjetër mos me bon. Për asë sprove që ka ardhur nga ana Allahu xhalleshanu, për Hazreti Jakubin, dashën e Zotit, pejgamber që kishte zgjedhur prej atij mileti për t'i thirrë njerëzit në rrugën e drejtë, e sprovoi me largimin e një evladit cilën e kishte për shefi. Dhe tash ky me pasën për aty në të shkujdesurve që e tham, që nuk e kanë dert namazin, nuk e kanë dert imanin, nuk e kanë dert besimin, atë kishte më largu prej rrugës Allahut xhalleshanu. Kishte më largu, më thon, unë prej sot nuk do të më kon se jam sprovuar me një gjendje të rënd me ma largu fëmijën mu. Mirë po tha, ajo që më takon mua është me bon dorim, me bon sabër, për që gjendje cilën ma ka dhonë, apo që të sprovë që Allahu xhalleshanu ka sprovu mua. Dhe kemi rastin edhe tjetër, por mos më i shumë se ju e dini historinë është e gjatë, historia e Hazreti Jusufit alayhis salam, shkon në Egjipt, bëhet dikur mrete, bëhet mandej, kthen baban e vet në Egjipt, është histori e gjatë me të vërtetë që kam bindjen se edhe teleshikues të besës e kanë njoftuar pak a shumë me historinë e Hazreti Jusufit. Po në pika të shkurtë deshta me thonë që Allahu xhalleshani sprovon ata që i don, jo vetëm ata që nuk i don. Po në këtë botë, Allahu xhalleshanu wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wat-thamarat wa bashiris sabirin. Me shumë çka kam ju sprovuar në këtë botë. Çka po i thot pejgamberi alayhis salam, wa bashiris sabirin. Jep ju myshdë aty në të cilët krejt sprovohen me humbje të pasonisë, me frika, me vërshime, me katastrofa, me tërmete. Ata që bëjnë sabër, jep ju myshdë. Myshdë nuk ka për të keq. Myshdë ka vetëm për të mirë. Myshdja nën kupton spakut e popullit jon, edhe kam bindjen te popujt tjerë që myshdja nën kupton vetëm si harriqin e mirë, si harriq lajm gëzueshëm. Prandaj për sabër Allahu xhalleshanu ka përgatitur xhenetin. Dhe kemi edhe rastin e sprovës të miqësisë, sprovës të Allahu xhalleshanu me Hazreti Ibrahimin alayhis salam. Ne dim krejt që Allahu te Hazreti Ibrahimi alayhis salam që ka gjetë krijuesin e tij absolut, edhe në vendin e tij nuk ka pas shirk, në zemrën e tij s'ka pas shirk, s'ka pas mohim. Edhe ka dashur Allahun, ka bërë gjithçka. Ju e dini thymjen aty në putave që ka hinë në çabën e sodë që i ka thyr putat edhe ka bërë shumë çka vetëm për Allahun. Edhe një person i vetëm. Edhe ka arrit me fitu gradën Khalilullah. Ka arrit me besimin e tij, me ndjenjen e tij të fortë që ka pas ndaj imanit, ndaj besimit, ndaj Allahu xhalleshanu, me arrit gradën Khalilullah, me arrit gradën mik i Allahu xhalleshanu. Dhe çka po sprovohet Hazreti Ibrahimi alayhis salam? Po sprovohet me një mret diktator të quajtur Nemrut, edhe po vjen puna deri te gjujtja e tij në zjarr. Domethënë një sprovë shumë e madhe, një frikë shumë e madhe, që ai që e ka luhatshmëri në zemrën e tij nuk ishte me besu që do t'i ndihmoj Zoti kur gjuhet në zjarr. Mirë pa Allahu xhalleshanu urdhënoi zjarrin bëj ftoft edhe shpëtim për Hazreti Ibrahimin. Fuqia e Allahut, ju dini Allahu kur don me bë diçka kun fejekun edhe bëhet, nuk ka diskutim me punë a do të bëhet as do të bëhet. Ne ndoshta nganjëherë ndonjë punë e planifikojmë shumë mirë, tepër e planifikojmë, por nganjëherë mund na dalë edhe dallash, sepse ai që cakton është vetëm Allahu. Ne bëjmë planifikime, bëjmë strategjitë tona vjetore, mujore, mirë po Allahu është ai që cakton. Prandaj edhe në këtë rast kur ndalmi me analizu, e sprovoj një mik të vetin, Zoti xhalleshanu që ka thujt Khalilullah, pes provon me hudhën e tij në zjarr, pes provon me gjëra të këqija të tjera, e kam fjalën me mundime, me një sakrificë kaq të madhe, por çka po thot Allahu xhalleshanu për cek e momentin e Hazreti Ibrahimit, çka po thot? Mos më të pran në ditën kur do të ringjallen njerëzit. Shumë sfidë e madhe me gjujt në zjarr, me një katastrofë, një diçka me të vërtetë koja vështirë, e përballueshme, shumë vështirë, mirë po i thot prap Allahut po i lutet. O Zot, mos më në ditën kur do të ringjallen, mos më tërpro para njerëzve. Që ndoshta me marr atë konotacionin tjetër, me marr pak atë anën tjetër, ka kuptimin që mos më të bënum të fortë në këtë botë që mos të përna nesër me thonë, ti e kon miki Allahut, qysh më Zoti të bëni kështu ty. Domethënë, këto janë momente të cilat me të vërtet
Allahu xhalla shanu I tregon nëpërmes ajeteve kuranore, ka treguar edhe hadithet e pejgamberit alayhis salam, mos tim në historinë e Hazreti Ejubit alayhis salam, historinë e shumë pejgamberëve të tjerë, po historia e profetit Muhammed alayhis salatu wassalam, sprov me nxjerrën prej Mekës e quhen Medinë, në ndjen koxha vështirë për to me përballuar një dëmshuri që kishte për çapën, ju dini ku largu tha ai çapë shumë e dashur një për mua, po prej pa dëshirës për larguna se ju prej qefit. Dhe thot sprova shumë më e mirë, po jashtë Allahu xhalla shanu dhe ta kuptojnë edhe njerë besimtarët dhe besimtarët se Allahu xhalla shanu nuk I sprovon vetëm ata që nuk I don, po I sprovon bile në herë mund të themi I sprovon më shumë ata që I don, mjamat pulsin e imanit, mjamat pulsin e vetëdijshmërisë, se ai e të fal namaz tamam ti ai nuk e të fal tamam. Sepse ai që nuk e ka që ndjenën e besimit fort ndaj Zotit xhalla shanu, ndaj imanit besim sinqert, ai ka bindjen se çat ditë që ti ndodh në e keq, ai më korr në xhami s'ki më po. Se thot, mos edhe më fal, po vdiske, edhe po fal, po vdiske, edhe më fal, po s'provoke, mos më fal, atë po rri, çështu s'po lodh na bileheq. Mirë po, ndjenja e besimtarët është ke ndryshe, ai I pravon sprovat si një diçka që e mat pulsin e imanit të vet njeriu Allahu xhalla shanu. Tamam, ashtu është pra siç përmendet, sprova që Allahu xhalla shanu ja bën një besimtari është sikur një lis që qëndron para një fryme të madhe shumë. Dhe ai do ta matë vetveten e vet, lisi pra ajo pemë e madhe para asaj ere, para asaj fryme, nëse ajo do të qëndrojë edhe më pas. Nëse ajo nuk do të mund të qëndrojë, padyshim që do të shkatërrohet, do të mbarojë edhe ajo jetesa e vet. Pikërisht është rasti kështu me besimtarin, nëse është fal, nëse ka dhënë zeqate, I ka bërë ato të mira, por në momentet më të vështira nuk mund t'i bëj ballë kësaj sprove, në cilën Allahu xhalla shanu shumë të rasteve, kur I sprovon njerëz të mirë, kur I sprovon besimtarët, ajo në të njëjtën kohë është edhe shlyrje mëkateve të tyre. Siç thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se Allahu xhalla shanu e sprovon një besimtar me një sëmundje, Allahu pikërisht për atë sëmundje që e ka sprovuar, pra ja bën që t'ia shlyejë mëkatet e tij. Ose nëse sprovon Zoti na rujt me marrje të një evladi, Allahu xhalla shanu pra e sprovon atë imanin, e sprovon besimin e tij ashtu siç e sprovoi edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ja mos djalin e vet. Dhe nuk I mbet pejgamberit asnjë evlad përveç vajzës tij Fatimës pas vdekjes së tij, e cila edhe ajo disa muaj, po diku 6 muaj edhe ajo vdiq. Sprovë më të madhe se kjo nuk ka. Ose sprovë tjetër, sprovë njëri me fukallëk, I pasur, dhe në fund vihet bëhet I varfër që ndoshta të ketë nevojë të tjerë të ndihmojë, siç ishte rasti I Hazreti Ejubit. Këtë njëri dëshmon atë imanin, dëshmon pikërisht atë ndjenjen e besimit që e ka në zemrën e vet, dhe nëse mund të qëndroj, t'i bëj ballë kësaj ere, kësaj fryme, atëherë ai do të mund të vazhdojë edhe sfidat e tjera të cilat do t'i vinë përpara. Po në anën tjetër, ata që nuk mund ta bëjnë ballë një sfidë, një erë të lehtë, ai nëse është pyetje diçka madhore, ai do të mund të dalë ballë asesi e leje më për atë çështje të mëdha. Në anën tjetër, Allahu xhalla shanu sprovon edhe njerëz të cilët nuk bëjnë mira, apo nuk janë të kujdesshëm veprimet e tyre, ndoshta siç përmendën për argumente edhe në Kur'an edhe në Sunet e hadithit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ti ndeshkoj ata në këtë dynja para se ti ndeshkojnë ditën e gjykimit, apo edhe një fat tërheqje, vërejtje për ta. Njerëz, kujdes çka u bani. Se mbi ju ka tjetër dikush që është më I fortë. Ti je I fortë, po mbi ty është dikush që ka krijuar ty. Ti ke mundësi këtë, po dikush tjetër ka mundësi më shumë se këtë. Kujdes, Zoti ndeshkon para ndeshkimit të madh. Të përmirësosh vetveten tënde. Kujtimi e fundit ndoshta ka shumë për të folur për sprovat, për ibtilatet që Zoti njerit mund t'ia jep, po Zoti na rujt mos na sprovojmë kësi gjëra se jemi do të neve sprovohemi, njerëz të mëdhenj kanë bërë sabër adhurime, e lejmë ne që ndoshta për një sëmundje të vogël shumë të rasteve harem këtë harem ato të tjera. Kujtimi e fundit, ajo që ndoshta më shumti na bjerë në veshjen tonë është edhe një thënie pejgamberit alayhi salatu wassalam, që ndoshta do t'ja japësh pak një sqarim më të mirë, më të madh sa i përket çështjes së besimit. Në një thënie për këtyre thënie po thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush nuk interesohet për çështjet e besimtarëve, kush nuk I çon hallet e besimtarëve, ai nuk është për nesh. Çfarë kuptimi, çka do të thotë ky hadith? Me të vërtet hadith me kuptim, hadith I madh dhe hadith me domethënie të madhe që lidhet me shumë hadithe tjera.
e din edhe hadithin tjetër që thot pejgamberi alayhis salam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nuk është besimtar ai i cili nuk e dëshiron për vllahun e tij atë që e dëshiron për vete. Mirë, po te kjo ngjarje apo te ky hadith, te ky moment i pejgamberit alayhis salam, më kujtoi e kam të lexuar një ndodhit një dietare të Bagdadit, kur e cekët këtë hadith më shkoi ndërmend. Thot ky dietar, sigurisht që ka qenë nëpër mejtepet ndryshme që i kanë mësuar nxënësat, i kanë mësuar talebët e tyre, thot gjatë leximit edhe duke e thonë këtë hadith. Nuk është besimtar apo nuk është i mirë, nuk është mu'min, nuk është me iman të plot, ai i cili nuk i çon hallet e besimtarëve. Nuk është për nesh, ai i cili nuk ja din hallet e besimtarëve. Me një fjalë nuk i interesohet edhe nuk hin mesin e tyne, me një fjalë kështu me përkthy tamam buk falesht i bjen me qenë mes tyne, edhe për të mira edhe për gëzime, në çdo moment. Thot kur ishte të thonë ky dietar, këtë hadith pejgamberit alayhis salatu wassalam, thot erdhi një nxënës i tij dhe i thot ja sheikh, ja profesor, ja hoj, thot u kall lokalet e Bagdadit, u kallën të gjithë. Por vetëm dyqani yt shpëtoi. Vetëm dyqani yt ka shpëtu. Ky në moment tha elhamdulillah. E falenderoj Allahun që ja kish bënë të mirë që shpëtoi lokali i tij prej shumë lokaleve tjera. Ta zom me djeg Shatervani apo në pjesë e qytetit pa marrë parasysh, tash vetëm në lokal me shpëtu aty. Edhe ky tha elhamdulillah. Mirë, po në moment ju kujtu se e kishte hadithin e pejgamberit alayhis salam të qartësu. Se përderisa nuk i qesh hallet e besimtarëve, nuk i me ta të mira dhe gëzim, atëherë nuk i prej nesh pejgamberi alayhis salam po thot. Qase nuk ja din hallet e tyne, atëherë ky u pendu fort, edhe tregohet në ata ngjarjet, në ata rrjedhorën e kësaj ngjarje, thotë se 30 vjet ka bërë tövbe për çet fjalë. 30 vjet është pendu derisa e ka treguar ngjarjen e miku i tij dhe ka thonë që 30 vjet jam të bë tövbe vetëm pse kum thonë elhamdulillah që jam gëzu pse vetëm dyqani im ka shpëtuar. Dhe këtë dyqanet e Bagdadit janë djeg, e dyqani im ka shpëtuar. Shiqoni, kjo është ndjenja e besimit ndaj Allahut xhallal shanu. Përderisa nuk e arrin ndjenën, e na sa herë bëjmë gjunohat të cilët nuk i futim të ftere heq. Sa herë folim fjalë të cilët ndoshta arandojmë dikonin. Sa herë ndoshta me veprimet tona e kena lëndu dikonin, qoftë me fjalë apo me veprime, qoftë me punë. Domethënë gjitha janë këto cilët nuk ai vetëm pse ka thonë elhamdulillah, të cilën nuk e ka pas në dorën e tij. Ka dashur Allahu që mos mu djeg dyqanin e tij apo me i shpëtuar një pjesë e pasurisë tij. Prandaj nuk ka pas në gjën dorë. E na me vedi apo pa vedi, nganjëherë andaj njerëzit të tjerë. Nganjëherë flasim fjalë të cilët ndoshta nuk e ka zonë gjumbi atë të natën. Edhe hiç se kemi pas dert atë punë. E ku janë përgojimet, e ku janë gjërat të cilat mësim një nga një, por domethënë çfarë ndjenje besimit ky dietar ka pas edhe ku jemi ne sot. Vetëm me tërheqni paralele, domethënë kështu. Çfarë ndjenje besimit kanë pas shokët e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe tjerë gjenerat pas gjenerate, sidomos tabiinët dhe tabiinët, sahabët dhe gjeneratat e para pejgamberit alayhis salam. Çfarë ndjenje besimit kanë pas? Khulefai Rashidinët, ata që dihen si pasues denj të dinit islam. Çfarë ndjenje kanë pas besimit? Kur e dim për shembull çfarë respekti i kanë bërë miletit apo xhamatit tyne. Edhe pse kanë qenë mirë mu'minin, Hazreti Bubekri, Omeri, Osmani dhe Aliu, mirë por si janë sjell me ta. Ata kanë pas mundësi mos me pas kur fjalë ndjenje ndaj tyne. Mirë po ja që ajo ndjenja e besimit, ajo ndjenja e imanit e ka bën të mundë që ta edhe në orët e vona të natës, edhe dim rastin e Hazreti Bubekrit ku ka shkuar se nën lokës asaj plakës, vetëm që ka shkuar ka pastruar shtëpinë. Domethënë çfarë ndjenje e besimit ka pas mundësi mos me bë. Sot ndoshta jemi shumë larg aty në mirë, po ja që ndjenja e besimit e dallon dhe prandaj po them edhe e citova sigurisht këtë rast me i lon përshtypje dikuj, edhe me trokit në vedijen e dikuj që me të vërtet sa të pak
mu mundu dhe mu kthy drejt asaj që Allahu xhalleshanu të na shefe me një sytë rahmetit, me një sytë mëshirës, me një sytë faljes, edhe ta kemi edhe shefatin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Prandaj këto ngjarje, edhe ajetet, edhe hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasallam, edhe ngjarjet e njerëzve të mëdhenj, edhe ngjarjet e këtyre dietarëve na bëjnë neve krenar që i takojmë këtij dini dhe kësaj feje. Edhe ai që dëshiron me u përmirësu, ai që dëshiron me qenë në këtë rrugë të Allahut e ka shumë lehtë. Me shku si pasaj saj që Allah ka urdhnu dhe më largu sigurisht prej asaj që Allah ka urdhnu, edhe kam bindjen që edhe në këtë botë do ta kemi rahmetin e Allahut, po në ahiret nuk diskutohet, mëshira dhe begatit e Allahut do të jenë mbi neve. Këtë fillim ndoshta ka shumë për të folur, po në fund kisha dashur ta marr një mesazh nga ju, lidhe me temën për gjithë të shikues tanë të cilët na përcjellin, sepse në të vërtetë ndjeshmëria e besimit është ajo që prek thellë në zemrat tona, është ajo që e lëndon zemrën tonë për të mirë, është ajo që neve në vetët tona e fajsojmë vetë vetëm për herë a bëra apo se bëra, a ishte mirë apo nuk ishte mirë, a e qoha në vend amanetin, nuk e qoha në vend, a e kryta si duhet apo nuk, janë këto pika të cilat njeriu për herë mendohet pra që të shkojë ka ajo maksimale që në ka dhënë Zoti apo pejgamberi alayhi salatu wassalam. Po, mesazhi juaj. Po sigurisht pasi që u munduam t'i cekim disa prej momenteve ndjeshmërisë të imanit, ndjeshmërisë të besimit. Unë kam bindjen dhe besoj dhe shpresoj te Allahu xhalleshanu në ndihmën e tij, po gjithashtu besoj edhe te muslimanët dhe muslimanët, sigurisht besimtarët dhe besimtarët, që t'jenë më të vetëdijshëm në atë të cilën janë duke bën. Për shembull, t'jenë më të bindur në atë që janë duke bën. Për shembull ta marrim te namazi. Ta kanë një ndjenjë të bindjes plot ndaj Allahut xhalleshanu. Ky është mesazhi, kam bindjen kryesore që duhet i thuhet besimtarëve. Qoftë unë ju them në xhamat aty ku jemi te punuesi imam, edhe në hutbë, edhe në përndaja, në për mejlise ndryshme, qofse edhe në namaz e fal, po falet që ata me ndjenjen e plot, edhe ki bindjen që Allahu në qatë moment është duke të shikuar ty. Edhe është, e dini se pejgamberi se më ka thonë, momenti më i afër i robit me Allahut është në sejdë. Dije se aty e ki Allahun xhalleshanu. Vetëm kur mund me arrit këtë ndjenjë që Zotin xhalleshanu e kemi në atë moment. Jo vetë se gjithka Zoti xhalleshanu, sepse ajeti kuranor ka do që jeni ju e keni Allahun. Allahu thot, ka do që jeni, ku do që shkoni, Allahun e keni prezent. Mirë, po sidomos në adhurimet që i kemi, sepse ju din që thot namazit largon prej gjonave të këqija dhe irrituese. Por ku të largon? Vetëm atëherë kur e ke ndjenjën e besimit, ndjenjën e imanit që e të falë një namaz për hir të Allahut dhe e të bën me kënaqësi. Dhe jo vetëm namazin, po dhe punë tjera. Dhe kur fillojmë me i arrit këto punë, me i bën me ndjenjën e besimit, me ndjenjën e imanit, unë kam bindje se shumë më në rregull kishim me pas senet, edhe nuk kishim me pas probleme, mandej pronësore, probleme familjare, probleme natyrave ndryshme, të cilët nga njëherë beso ku i nin që po ndodhin në mesin e muslimanëve, të shkon menja, a thon, a janë musliman këta njerëz apo nuk janë musliman? Ndodhin konflikte familjare për asgjë hiç. Dhe më thonë këta janë që t'japin stres, janë shqetësuese. Nuk janë asgjë. Mirë, po ja që ata që nuk janë thirrën te Allahu, ndodh që për ta janë të mirë se ardhën, janë të mira gjëra sipas tyre. Mirë, po ja që për ata që e don Allahun, e don profetin Muhammed alayhi salatu wasalam, gjërat e këqija nuk kanë vend në shoqëri. Prandaj mesazhi jam kam bindje dhe duhet t'ia them teleshikuesve dhe gjithë besimtarëve dhe besimtarëve që ndjenjën e besimit ta kemi më të fuqishme dhe më të fortë. Sepse vetëm atëherë punët tona do kanë më na shku më në rregull dhe më të rrezi. Dhe ju falenderoj për këtë ftesë që ma keni bërë. Këtë me faleminderit edhe një herë, në emër timin personal, në emër stafit gjithë tyre djemve këtu që përnejnë në TV-s, falenderoj për kohën që gjetët dhe erdhët dhe gjithashtu në emër Këshillit Bashkisë Islame në Prizren, e cila i mundson gjitha këto ligjërata pra çdo të premte të cilat bëhen direkt nga studiot e TV-s në Prizren. Ju falenderojmë për kohën që gjetët erdhët dhe sadopak u mundum të japim mesazhe që i përkasin besimit ton, që i përkasin imanit ton, ta forcojmë atë ashtu që të përfitojmë sa më shumë këtë dynja për ta garantuar, për ta siguruar xhenetin për cilën ndoshta shumë flasim,
por pak punojmë. Edhe një faleminderit Zoti ju ruaj dhe shpërblet në jetën e tij. Faleminderit edhe ne për ftesën. Faleminderit. Të nderuar televizionistë, ajo që më shumti neve na intereson gjatë ditëve të jetës apo gjatë ymit që neve jetojmë është pra veprat tona të mira të cilat i bëjmë. Andaj, mundohemi që çdo vepër që e bëjmë, ta bëjmë me besim tek i Madhi Zot, ta bëjmë me sinqeritet më të madh të cilën neve mund ta kemi, të largojmë syje fatësit, të largojmë hipokrizinë, të largojmë gjërat e tjera të cilat ndoshta në shumicën e rasteve e lëndojnë edhe atë punën tonë të mirë që ne bëjmë. Prandaj, ky besim i cili neve na bën krenar dhe kjo fe me cilën neve na ka dalluar me shumë gjëra të tjera të cilat nuk i kanë të tjerët ndoshta, gjithmonë krenohemi pikërisht për shkak se kjo fe na ka bërë neve njerëz të cilët i kuptojmë të tjerët, njerëz të cilët i falim të tjerët pikërisht për shkak të besimit të imanit që kemi, njerëz të mirë na urdhon feja që kemi me të gjithë, edhe me të mirët edhe me të këqijt, ashtu që të tregojmë se feja islame dhe besimi, imani ynë është ai që na obligon për këtë gjëra të tjera. Prandaj, në veprat tona, në obligimet tona, në jetën tonë përditshme të kemi kujdes në imanin e besimin tonë, pra në veprat tona të cilat i bëjmë ashtu që mos dalim nga ato vija në të cilat ne ka caktuar Allahu xhaleshanuhu dhe pejgamberi i tij. Me shpresë tek i Madhi sot. Se të takohemi në emisionin tjetër të radhës, ju përshëndes unë Faruku Kallo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Faleminderit.